Pas shërbesës së mesnatës që përkujton ringjalljen e Krishtit, besimtarët ortodokse vazhdojnë ritualin e tyre, ku para ditën e së dielës ata i drejtojnë kishës për lutje dhe pesëmarrje në liturgjinë hyjnore. Kjo zonjë, e cila jeton në Itali, ka ardhur për ta festuar në Shqipëri këtë Pashkë. Na tregon traditat e kësaj feste, nga lutjet e mesazhet për paqen deri te ushqimi e tryeza familjare. Ta gëzojmë Pashkën të gjithë. Ne na bëj qefi, unë kam erdhur nga Italia për këtë ditë, paqe në botë, atensione për fëmijët e vegjël që të rriten të lumtur. Unë jam nga Korça dhe festoj me familjen, motra vëllezër të gjithë bashkë, me qinj të pjekur, me dolce tradicionale të Korçës. Një tjetër zonjë, e cila i përket besimit katolik, shpjegon se disa nga antarët e familjes së saj i përkasin besimit ortodoks dhe ka ardhur për t'i shoqëruar, duke bërë edhe një urim për të gjithë shqiptarët. Me thënë të drejtën, lutja jonë është lutje ekumenike, sepse ne jemi katolike, po natyrisht kemi dhe gjysmën e familjes ortodokse, kështu që me zemrën plot me Krishtin e ringjallur, i urojmë të gjithëve që Krishti t'i ndriçojë në zemra, në veprime, edhe sidomos në këto ditë kaq të vështira që po kalon njerëzimi anë e mbar botës, vërtet secili prej nesh të bëjë një gest të vogël për paqen aty ku jeton, në mjedisin e vet, në komunitetin e vet. Gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall. Ndërkohë, besimtarë të moshave të ndryshme ndajnë urime për të gjithë besimtarët ortodoks kudo ku ndodhen. Urimi më i mirë është që të jemi bashkë, të kemi paqe, ta duam njëri tjetrin, porosi që vijnë nga dita e sotme. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, gëzuar. Gëzuar Pashkë të gjithë besimtarë ortodoks anë banë botës. Buongiorno, buon negozio. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Mes besimtarëve ka edhe turistë të cilët të shtyrë nga kurioziteti për të parë se si kremtohet kjo festë, bëhen pjesë e besimtarëve, si këto 3 turiste kineze. Është hera jonë e parë këtu. Na duket shumë interesante gjitha kjo, po presim të rallohet turma që ta shohim më nga afër të gjithë këtë. Very crowded, but we plan to get in there.